testament, dhurim apo shitje. Ja zgjidhja më e duhur dhe më e zgjuar ligjore. Kush ka një pasuri dhe do t'ja kaloj dikujt tjetër, si për shembull një personi të afërt, ka 3 mënyra që mund ta bëj atë. Mënyrat janë trashëgimi, dhurim apo shitje. Por cila është mënyra më e sigurt? Duhet të dish që testamenti hyn në fuqi vetëm pas vdekjes dhe kufizohet nga trashëgimia e detyruar. Pra, nëse ke fëmijë, bashkëshort apo prindër gjallë, nuk mund ta lësh gjithçka një personi tjetër. Dhurimi bëhet gjatë jetës dhe është i vlefshëm menjëherë, por ka raste specifike revokimi të parashikuara me ligj. Kontrata e shitjes është më e forta. Përfshin çmim, është transakcion real dhe është shumë e vështirë për të kontestuar. Nëse do të mbrosh pasurinë tënde, zgjidh me kujdes. Bëj lëvizje të mençura dhe zgjidh profesionist për të konsultuar. Por më shumë më ndiqni në faqet e mia TikTok, Instagram dhe YouTube. Falas. Dhe komento pasuri nëse ke nevojë për një konsulencë private specifike për rastin tënd.